të gjithë drejt fshatrave të jugut të vendit. Temperaturat e larta kanë bërë që me qindra pushues vendase të huaj të drejtojnë jugut këtë të diel. Hapje tunelit të Llogoras ka dhënë efektet e para, duke bërë që qarkullimi rrugor të rëndohet edhe më tepër. Vargu automjeteve që i drejtojnë jugut është tepër i lartë, teksa në hyrje të fshatit Vunoj gjithçka ka qenë bllokuar gjatë paradites. Qindra automjete kanë mbetur në radhë tek semafori në hyrje të këtij fshati, megjithatë kanë ndërhyrë efektivët e policisë që situata të normalizohej. Tuneli Llogoras u hap të shtunën, ndërsa tashmë është bërë i kalueshëm dhe pa pagesë për automjetet që do të udhtojnë drejt Dërmiut dhe drejt jugut të Shqipërisë. Me një gjatësi prej 5.9 kilometrash, tuneli ka shkurtuar ndjeshëm distancën nga Dukati në Palas në segmentin i cili më herët përshkruhej për 45 minuta. Si kundër po ndiqni pamjet këtë të diel, të gjithë qytetarët, vendas por edhe të huaj, janë drejtuar jugut të Shqipërisë dhe fshatrave turistik në territorin e qarkut të Vlorës. Ata kanë vlerësuar hapjen e tunelit si një zgjidhje shumë të mirë, pasi shmang vështirësitë e terrenit dhe ofron një udhëtim më të sigurt e më të shpejtë.